A di pse po I shikon postimet e konkurencës që kanë më pak kualitet se tuat, po ata po shesin 10 herë më shumë? Sepse ty nuk po të beson kërkosh. Pik. Në tregun e Kosovës njerëzit janë ndjek qaq shumë nga mashtrimet online, sa që mbrojtja atyre është në maksimum. Nëse faqja jote ka veç foto të marra nga Google, nëse nuk e tregon fytyrën, lokacionin ose procesin e punës, te për klientin je thjesht një shifër tjetër që po mundohet me ja vjedh parët. Marketingu nuk është me bind njerëz. Marketingu është me largu dyshimin. Pa prova sociale, pa video reale, produktit në dorë, dhe pa një person që qëndron mbrapa logos, ti nuk je biznes. Ti je thjesht një faqe fantazme. Ndryshoje lojën sot, ndalo reklamën, fillo transparencë. Trego dështimet tua, trego si I zgjidh ankesat, trego paketimin. Njerëzit blejnë nga ata që u besoj. E besimi fitohet kur guxon me qenë real e jo perfekt. Mendesh se do me kthy biznesin ton në një brand që njerëzit e duan.